Fatura financiare ishte arsyeja pse Silva Caka ju bashkua deputetëve të Lëvizjes Socialiste për Integrim që nuk e votuan në kuvend ligjin për masat shtesë për sigurinë publike. E ftuar në studion e lajmeve të Ora News ditën që presidenti Nishani e ktheu ligjin për rishqyrtim, Caka lë të kuptohet se vota e saj edhe në këtë rast do të varet nga adresimi i shqetësimeve. Pra qeveria në rast se dëshiron që të bëjë një projekt ligj të tillë, unë jam shumë dakord me projekt ligjin në parim, por le ta merrte koston vetë nuk mund t'ia lë qytetarëve. Shoh arsyet për të cilat është kthyer mbrapsht projekt ligji dhe pastaj të vendosim sigurisht duke parë edhe nëse janë respektuar këto pretendime që për të cilat unë nuk e votova herën e parë këtë projekt. Por në dekretet e presidentit për ligjet e mazhorancës, Caka sheh ngërç institucional sipas saj të nxitur nga ndikimet politike të kreut të shtetit. E shoh si një ngërç i cili vjen nga bindjet politike dhe jo realisht sepse ligjet janë të pa votueshme apo të pa miratueshme edhe nga presidenti i Republikës. Procesin e kontrollit të lishmërisë dhe të kushtetueshmërisë e bëjmë shumë mirë në Komisionin e Ligjeve, e bëjmë shumë mirë në gjitha komisionet e përhershme të Parlamentit. Kështu që personalisht mendoj se është thjesht një çështje është një konflikt politik. Caka hedh poshtë aludimet për krisje të aleancës PS-LSI, por thekson se nuk i mbyllim syt për hir të koalicionit. Në rast se shohim që një iniciativë e qeverisë në thelb nuk është ajo që duhet, le të themi, atëherë sigurisht do ta kundërshtojmë, nuk mund të mbyllim syt edhe të bëjmë sikur nuk ka ndodhur asgjë për hir të koalicionit. Deputetja Caka foli edhe për projekt ligjin e vullnetarizmit që sapo ka nisur të diskutohet në komisionet parlamentare.